Ai madje është njeri i dyshuar për lavdinë e tij edhe gjatë kohës së luftës çlirimtare në vitet 99-98, duke qenë se akuzohet nga njerëz me emër dhe mbiemër se ka vjedhur apo plaçkitur fondin e luftës çlirimtare, ndërsa është avokati Gazmend Halilaj, i cili sapo e ka hapur gojen dhe ka folur në publik, ai është përballur me një tentim vrasje nga zoti Samir Ushtaku dhe rrjeti i tij kriminal, për të cilin akt kriminal, tentim vrasës, ata janë përballur me drejtsinë, por me një drejtësi jashtëzakonisht të lehtë, sepse sistemi i drejtësisë, siç e dim, është instaluar gjatë mandatit të zotit Thaçi, pra kur është instaluar dhe rrënjosur në sistemin e Republikës Kosovës i tër manuali i skemës së vrasjeve politike në Kosovë, të cilat gjetje hulumtuese ne i kemi botuar në shkurt të këtij vitit. Me që rast edhe ne jemi përballur me një fushat jashtëzakonisht të egër të përpjekjes së diskriminimit të reputacionit tonë, ndër të tjera përpjekje ka pasur që të më portretizojnë edhe mua si një njeri anti-UÇK. Kur këto struktura vrastare, kriminale, banditeske në Republikën e Kosovës, të cilat janë instaluar gjatë dhe pas luftës së Kosovës, e tërheqin paralelen e emrit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës për të bëmat e tyre të pas luftës në Kosovë, ata po na tregojnë qartë se këta janë të vetëdijshëm që nuk kanë asgjë të lavdishme në Kosovën e pas luftës, prandaj si përpjekje për ta fshehur palavdinë e tyre, ata po e tërheqin zvarr emrin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe lavdinë e saj të kohës luftës çlirimtare kundër regjimit gjenocidal të Miloševićit. Këta njerëz, të cilët e kanë gojen për plot UÇK sa herë që përballen me faktet e verifikuara të rrjeteve tyre kriminale, plaçkitse dhe vrastare, e tërheqin, janë pikërisht ata njerëz të cilët kanë bashkëpunuar, vepruar edhe politikisht, edhe në forma financiare dhe biznesore, me të tillët si Milan Radojčić, njeriu i cili ka qenë arsyeja kryesore pse Republika e Kosovës ka dështuar ta ushtrojë sovranitetin e saj territorial në veri të vendit, kuptohet me mbështetje të mandatit të sistemit të zotit Thaçi dhe rrjetit të tij kriminal, të cilët e kanë mbajtur Kosovën në sundim për 20 vjet me gryk të pushkës, duke vrarë politikan, ish komandant të luftës çlirimtare, gazetare, intelektual, të cilët nuk janë pajtuar me mendësinë e tyre primitive, kriminale, dhe në thuajse çdo marrëveshje të nënshkruar ndërkombëtare me shtetin armik të Kosovës, pra Serbinë, ata vazhdimisht kanë treguar vullnet politik për ta riinstaluar kthetrën gjakatare edhe pushtuese të Serbisë brenda në Kosovë, edhe pse Serbia kishte humbur Kosovën me luftë në vitin 1999. Gjithsesi, Vudi, ajo që unë po lexoj është që sa vjen edhe ndizet situata atje dhe dua të kuptoj arsyet e vërteta që në këto zgjedhje po shkohet drejt kësaj përplasje. Çfarë i bën këto zgjedhje kaq të rëndësishme sa që të shkojmë në këto deri te dhuna? Këto zgjedhje ndër aktet jashtëzakonisht të rëndësishme i bën edhe sinjalet që kanë ardhur nga Beogradi. Në muajin mars, Aleksandar Vulin, i shefi i shërbimeve të sigurisë së Serbisë, ka bërë thirrje publike për ekzekutimin ose rrëmbimin e kryeministit Kurti. Më pastaj, ajo thirrje erdhi edhe nga Baton Haxhiu, njeriu besnik i shërbimeve sigurimi të Beogradit dhe besnik i Edi Ramës, i cili është i kontrolluar nga Beogradi zyrtar. Dhe përballë këtyre thirrjeve, asnjë nga këto struktura partijake opozitare, përfshirë dhe ish presidenti i Republikës Kosovës, nuk kanë reaguar për ta dënuar një thirrje të tillë. Më pastaj, me 28 prill, zoti Vučić tha se Albin Kurti është njeriu me të cilin ai dhe askush nga Serbia nuk mund të merret vesh asnjëherë. Arsyeja pse Serbia nuk mund të merret vesh me Kosovën është sepse ata janë të interesuar që në Kosovë të ketë leadership i cili ka qenë për 20 vjet dhe ka ndihmuar riinstalimin e kthetrave të Serbisë brenda në Kosovë, ndërkohë që në 6 vjeçarin e fundit
të ardhjes së leadershipit të ri në krye me zotin Kurti, gjithashtu edhe gjatë kohës sa ishte edhe zonja Osmani si presidente, Serbia e ka pasur të pamundur ta vazhdoi rrugën e saj të instalimit të kthetrave të pushtimit të Kosovës brenda Kosovës. Përkundrazi, Republika e Kosovës i ka çmontuar dhe shpartalluar mekanizmat qeveritar të Serbisë, përfshirë strukturat paralele të komunave paralele gjithanë i Kosovës, largimin e dinarit serb nga Kosova, bankave serbe, postës së Serbisë, si dhe strukturave paralele të kriminale të armatosura që kanë qenë të udhëhequra nga Milan Radojić. Prandaj, edhe Beogradi orkestroi një përpjekje për të aneksuar verinë e Kosovës më 24 shtator të vitit 2023, me çrast ata dështuan dhe u shpartalluan nga djemt dhe vajzat e Kosovës të organeve të sigurisë me vendim të qeverisë së Republikës Kosovës. Këto janë ato parti politike të cilat e kanë ledhatuar, përkdhelur dhe instaluar Beogradin vazhdimisht për 20 vjet se kanë qenë në pushtet në forma rotative. Gjatë gjithë kësaj kohës, sa këta e kanë mbështetur instalimin e Beogradit zyrtar brenda Kosovës për 20 vjeçarin e mas luftës, këta në vazhdimsi e kanë plaçkitur paranë publike, këta në vazhdimsi e kanë instaluar çdo pore të shtetit të Kosovës, e kanë dizajnuar për t'i mbrojtur interesat e tyre vrastare, plaçkitse dhe banditeske. Këta madje, siç e përmenda edhe më herët, kanë vrarë njerëz, kanë vrarë politikan, kanë vrarë ish komandant të luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, kanë vrarë intelektual, kanë vrarë gazetar. Siç e thash edhe më herët, ajo që e pam si grusht dhe got në kokën e Hysni Mehanit dje, sikur t'ishte ende mandati i zotit Thaçi, do t'ishte një plumb në kokën e zotit Mehanit. Pra, kjo është fytyra e vërtet e strukturës kriminale që vjen nga Partia Demokratike e Kosovës dhe ajo që quhet e përbashkëta e partive opozitare në Kosovë që kanë qenë në pushtet për 20 vjet në forma rotative. Ne i pam edhe reagimet që erdhen nga zonja Ganimeti Musliu, që është deputete e Parlamentit të Kosovës nga PDK-ja, Blerta Kodra Deliu, gjithashtu deputete. Kreu i vet PDK-s, zoti Bedri Hamza, kandidat për kryeministër për zgjedhjet e ardhshme të qershorit të këtij viti, të gjithë ata nuk e dënuan dhunën politike. Të gjithë ata, me gjuhën e tyre, filluan ta bëjnë fajtor viktimën. Ta bëjnë pra zoti Hysni Mehani, njeriu i cili kishte shkuar me bashkëpartiakët e tij, i ulur në kafene për të biseduar për zgjedhjet, për zhvillimet politike dhe në fushatën e tyre politike. Për në cilën kafene, në cilën takim, në cilën tavolinë nuk ishte qenë as temë zoti Lushtaku. Ndërkohë që zoti Lushtaku me banditët e tij, trup roja, shkon, futet në kafene dhe i godet dhe e përgjak Hysni Mehanin. Pra, sikur të ishte mandati i zotit Thaçi, ajo përgjakje do të rezultonte me vdekjen e zotit Mehanit, pra vrasjen e tij, siç këta i kanë vrarë njerëzit gjatë 20 vjeçarit të pas luftës, madje zoti Lushtaku ka vrarë edhe para luftës njerëz. Dhe këtë e dinë dhe kanë folur shumë njerëz për redaksin tonë, të cilat pretendime ne thuajse i kemi verifikuar një pjesë të madhe të tyre. Mirë, po zoti Lushtaku nuk e ka vendin në politikë. Ai është një kriminal i cili duhet të kërkohet nga organet e drejtësisë, të mbahet para përgjegjësisë, dhe ai njeri nuk kualifikohet në asnjë formë dhe asnjë mënyrë që të jetë në krye të institucioneve qeverisës të Republikës Kosovës, qofshin ato të nivelit lokal apo qendror. Ndërkohë, raporti me PDK-n u qartësua pak a shumë edhe nga komentet e tua, Vudi. PDK-ja me reagimet e tyre e konfirmoi se është thjesht një strukturë kriminale vrastare atill çfarë kemi parë për 20 vjet gjatë mandatit të zotit Thaçi. Ndërkohë, në LDK ka patur zhvillime të rëndësishme, të paktën nga koha kur ke qenë në këtë emision, ka ndodhur rikthimi i Vjosa Osmanit tek LDK-ja, në atë kohë kur ishim bashkë këtu, nuk është se nuk e parajmëronim këtë, por ja që prognoza e bashkimit Vjosës me LDK-n ndodhi, si e vlerëson këtë zhvillim dhe çfarë mendon se do të prodhoj kjo politikisht për rikonfigurimin e skenës politike në Kosovë? Lëvizjet politike të politikanëve në partitë të ndryshme politike është
krejtësisht legjitime dhe drejtë se cili politikan të lëvizin në cilën do parti politike që ata e preferojnë apo e shohin si parti me koncept që mund të përfaqësojë idealet apo besimet e tyre për të ardhmen e Republikës. Unë nuk e shoh si asgjë të keqe lëvizjen e zonjës Osmani tek Lidhja Demokratike e Kosovës, se si ndihen vetë anëtarët e Lidhjes Demokratike e Kosovës është çështje e tyre. Me sa kemi parë, ka pas shumë reagime, ka pas njerëz të cilët nuk janë pajtuar me ardhin e saj, e të tjerë e të tjerë. Ajo çfarë është shqetësuese është përdorimi i informacioneve të ndjeshme të shtetit të Republikës Kosovës nga zonja Osmani për fushat parazgjedhore. Dhe jo vetëm përdorimi, por bastardizimi i tyre. Që janë Ndër deklaratat më skandaloze, më brutale, por gjithashtu treguese se zonja Osmani është absolutisht e papjekur politikisht dhe e paaft për të udhëhequr në pozitat e larta shtetërore, është fakti që ajo tha se faktikisht në mënyrë fëmijërore u përpoq ta portretizoj në një pasqyrë të keqe apo disi sikur të dëmshme takimet e kryeministit Kurti me të dërguarin e BE-s për negociata Prishtinë-Beograd, Miroslav Lajçak. Për hir të korrektësisë së publikut, gjetjet tona hulumtuese të redaksisë tonë kanë shkaktuar në largimin e zotit Lajçak nga pozita e tij apo karriera e tij e përgjithshme diplomatike me BE-n, pasi e gjetëm se kishte qenë në bashkëpunim besnikërie politike me Institutin Megimut të Moskës. Gjithsesi, ti kthehem prap temës. Ç'është e vërteta është edhe zonja Osmani, e cila është takuar me zotin Lajçak, dhe kjo nuk mund të duket apo të portretizohet si një hije të keqe për faktin që është takuar me zotin Lajçak, sepse ajo është takuar me zotin Lajçak si presidenti i Republikës Kosovës në prezencë të gjithë këshilltarëve të saj dhe të dërguarve të tjerë të BE-s për biseduar lidhur me zhvillimet politike të negociatave Prishtinë-Beograd. Dhe në asnjë mënyrë nuk mund të portretizohet si diçka e dyshimt për zonjën Osmani pse ajo është takuar me zotin Lajçak, njëjtë sikur me zotin Kurti pse ai është takuar me zotin Lajçak. Ajo që do të mund të ishte dyshimt, nëse do të kishim dëshmi të verifikuara, do të ishte nëse zoti Kurti kishte nënshkruar ndonjë marrëveshje të dyshimt e cila marrëveshje do ta dëmtonte interesin e Republikës Kosovës. Por nëse jemi tek takimet e dyshimta, atëherë ne vazhdojmë ta pyesim publikisht zonjën Osmani, cilat kanë qenë motivet tuaja për të marrur pjesë në një takim të organizuar dhe sponsorizuar nga qeveria e Serbisë pa protokoll shtetëror me 25 shtator të vitit 2025 në një objekt ku nuk ka qenë as objekti i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara të OKB-s, në një objekt ku nuk ka qenë as objekti i qeverisë amerikane, në një takim ku nuk është sponsorizuar apo protokolluar nga qeveria amerikane apo ndonjë aleat i Republikës Kosovës, cilat kanë qenë motivet tuaja për të marrë pjesë në një takim të tillë? Çfarë është biseduar aty? Çfarë jeni marrur vesh me qeverinë e Serbisë dhe mercenarin e tyre diplomatik, zotin Richard Grenell, sepse gjetjet tona hulumtuese e kanë zbërthyer dhe ekspozuar faktin që zoti Grenell, jo që ka punuar verifikueshëm për interesat të Serbisë si mercenar për t'i përmbytur interesat e Kosovës, por ai vazhdimisht ka punuar edhe për interesat e Moskës zyrtare, siç është me rastin e Vladimir Plahotniukut në Moldavi, i cili po përpiqet ta përmbysë qeverinë moldave properendimore, siç është rasti me Magyar Foundation të fondacionit hungarez të Viktor Orban, i cili është thjesht një postoblok, ishte një postoblok i Moskës, interesave të Moskës në BE, siç është edhe rasti me faktin që zotri Patrick Byrne e ka ekspozuar zotin Grenell si një njeri i cili ishte i dyshuar se ishte përfshirë një skandal seksual me fëmijë në Serbi dhe më pastaj për atë rast Rusia kishte videon. Siç është rasti i dobimit të zotit Grenell nga Republika Federale e Gjermanisë pasi ishte gjetur duke bashkëpunuar me AFD-n gjermane me instruksione të Moskës zyrtare dhe pagesa të Moskës zyrtare. Pra, çfarë ishte arsyeja zonja Osmani që ju takuat një takim të tillë jashtë protokollar derisa ju ishit presidente e Republikës Kosovës? Çfarë ju motivoi juve zonja Vjosa Osmani që të mos e dënoni kërkesën, thirrjen e Aleksandar Vulinit
për vrasjen e kryeministit të Republikës Kosovës apo rrëmbimin e tij. E shumë detajet e tjera, cilat pastaj ishin edhe motivet tuaja për të heshtur përballë gënjeshtrave të pastra të kryeministit Edi Rama të Shqipërisë gjatë vizitës së tij në Kosovë, i cili gënjeu se zonja Osmani ishte kërcënuar apo friksuar nga Prokuria e Gjykatës së Drejtësisë të Kosovës në Hag, e cila është duke u përpjekur të hedhë drejtësinë në vend për të gjitha vrasjet që kanë ndodhur deri në vitin 2000. Ndërkohë Vudi, zonja Osmani ka bërë disa deklarata se do dalim edhe konfigurimi politik që mund të ndodhë pas këtyre zgjedhjeve dhe si e lexoni ju, por ka bërë disa deklarata që fjala vjen Albin Kurti dhe po e them unë kështu në terma thjesht, na ka sabotuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si e vlerëson këtë deklaratë saj? Kjo është prap treguesi qartë që kjo është papjekuri politike. Kjo është treguesi qartë që kjo është një zonjë politikane e cila është e paaftë për të udhëhequr. Tani ne mund të themi shqyrzotit që e ka pasur pozitën e presidencës, e cila pozitë nuk do të mund t'i bënte aq shumë dëm Republikës Kosovës, sepse ashtu siç po na tregon tani ajo se çfarë është dhe kush është, do të kishte bërë shumë dëm sikur të ishte në pozitën e kryeministit të Republikës Kosovës. Mirë po, nëse ajo flet se zoti Kurti e ka sabotuar shtetin e Republikës Kosovës, ajo ka përgjegjësi publike që ta dokumentoj pretendimin e saj, të sjell dëshmi dhe argumente për ta sqaruar pse, çka e sabotoi Republikën e Kosovës. Ku konkretisht e sabotoi Republikën e Kosovës? Apo kemi të bëjmë me një presidente e cila faktikisht gënjen, dhe kur kapet duke gënjur, gënjen për gënjeshtën për cilën ka gënjur, dhe pastaj kur kapet duke gënjur për gënjeshtën për cilën ka gënjur, ajo vazhdon të gënjej përsëri derisa më ngulfatet në rrjetin e gënjeshtrave të saj dhe më pastaj harron dhe nuk mund ta dalloj cila është e vërteta dhe cila është gënjeshtra për cilën ajo flet. Kjo është jashtëzakonisht e turpshme, është skandal i pashoq. Kemi të bëjmë me një strukturë politike dhe nga radhat e LDK-s të cilët nuk kanë vizion të qartë politik për vendin, ata në vend se të na tregojnë se çfarë do të bëjnë për Republikën e Kosovës në të ardhmen, ata në vend se t'i konkretizojnë identifikimet e problemeve të zhvillimit shoqëror dhe politik në Kosovë gjatë mandatit të zotit Kurti dhe të na tregojnë me akte konkrete dhe informacione konkrete se ku ka çaluar administrata e zotit Kurti, ku janë gabimet e tij dhe cilat kanë qenë propozimet për t'i zgjidhur ato probleme me cilat Kosova që ka përballur, ata po përpiqen të na gënjejnë hapur në pikë të ditës së dritës se zoti Kurti ka sabotuar, se zoti Kurti ka bërë këtë, se ka bërë atë, dhe fokusimi i tyre është pikërisht në politikat dhe zhvillimet publike të cilat janë fakte të verifikueshme publike që gjithë publiku i din dhe i ka parë, dhe më falni, por nuk mund të na bindni se veprimet e zotit Kurti përballë shtrimit të sovranitetit, integritetit territorial të Republikës Kosovës në veri është i gabueshëm. Ajo është politikë e Beogradit. Dhe ajo çfarë ju duhet të na thoni neve, gojë hapur, apo i mbroni interesat e Beogradit, apo jeni të interesuar për mbrojtjen e interesave të Republikës Kosovës. Se me deklaratat e tuaja, çfarë ju po na tregoni se krejt ajo çfarë ju mungon në fushatat tuaja parazgjedhore është vendosja një flamuri serb në fushatën tuaj. Sepse ju me këtë gjuhë nuk jeni duke e përfaqësuar interesin e Republikës Kosovës, aq më pak të popullit të Republikës Kosovës. Mbrëm e dëgjova një segment televiziv në Klan Kosova, ku zoti Abdigjiku thot, nuk kemi marrëveshje të nënshkruar me zonjën Osmani, thotë kemi vetëm një shtrëngim duash. Po ti para 3 ditë deklarove që kishte marrëveshje të nënshkruar. A kuptoni domethënë sa shpejt këta bien në rrjetin e merimangës së gënjeshtrave të tyre? Ky është treguesi qartë që këta njerëz nuk janë të aftë për leadership, këta njerëz nuk kanë vizion për ta udhëhequr vendin, këta njerëz nuk kanë vizion për ta luftuar krimin e organizuar dhe korrupsionin, këta njerëz nuk kanë vizion për ta mbrojtur interesin e qytetarit. Dhe ja se po
po e mbështes me fakt të verifikueshëm këto dy segmentet e deklaratës sime të fundit. Kur them që nuk kanë vizion për ta mbrojtur interesin e qytetarit, janë pikërisht këta ata politikanë të cilët me narrativa dhe retorikat e tyre politike ankohen se çmimet e gjësendeve esenciale për qytetarët po rriten, ndërkohë që janë këta po ata të cilët e kanë çuar në gjykatë kushtetuese për ta bllokuar ligjin për çmimet tavan, pra ligjin e propozuar nga qeveria e Republikës Kosovës, i cili ishte ardhur pikërisht për ta parandaluar ngritjen e çmimeve për gjësendet e esenciale në Kosovë. Këta vazhdimisht e kanë gojen kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, po këta janë ata të cilët e kanë çuar në gjykatë kushtetuese për ta bllokuar ligjin për konfiskimin e pasurisë pa justifikuar në Republikën e Kosovës. Këta kërkojnë drejtësi, por këta e bllokojnë reformën e drejtësisë. Këta e bllokojnë vettingun e prokurorëve dhe gjyqtarëve të Republikës Kosovës. Këta kërkojnë që Kosova të jetë shtet i dinjitetshëm, i pavarur dhe sovran, po këta janë ata të cilët e kanë çuar në gjykatë kushtetuese për ta bllokuar fondin sovran i cili ishte dizajnuar për të mbledhur para, donacione për të blerë armatim Republika e Kosovës për të përballur me agresionet e mundshme të Republikës Serbisë. Dhe kur e quan në gjykatë kushtetuese këtë fondin e sovranit, pikërisht vetëm 80 ditë pasi që Kosova ishte përballur me agresion paraushtarak të Serbisë në një përpjekje për të aneksuar verën e saj. Domthon, këto janë vetëm pak nga shumë e shumë të pafund me dëshmi që këta njerëz nuk janë të pjekur për leadership, këta njerëz nuk janë të aftë për ta udhëhequr Kosovën, këta njerëz nuk e mbrojnë interesin e Republikës Kosovës. Këta përkundrazi e kanë mbrojtur vazhdimisht interesin e entiteteve armiqësore ndaj Republikës Kosovës, duke mbajtur atë peng, duke e bllokuar atë vazhdimisht, duke nxitur narrativ urrejtëse, sepse këta janë autorët e përshkrimeve dhe pohimeve se dikush që nga me Serbin, për këta vazhdimisht autorët e akuzës që dikush nga politikanë që nga me Serbin janë këta. Vazhdimisht e kanë emëruar kryeministin Kurti, Albin Serbia, spioni Serbisë e të tjera. Domethënë, këta njerëz janë e keqja e çdo gjëje që është shqiptare në Republikën e Kosovës dhe e keqja e Republikës Kosovës. Domethënë, ky është një qëndrim dhe do të shohim sa do të votohet nesër në datën 7, domethënë në Kosovë, Vudi. Por gjithsesi, a ka prodhuar një sinergji ky rikthim i Vjosa Osmanit në LDK? A e ka bërë më konkurruese LDK-n dhe cili do jetë, si e shikon në të ardhmen politike të Vjosa Osmanit, nisur thash nga rezultati që ti mendon se po projektohet aktualisht? Do ta bënte një ndryshim rrënjësor edhe për të mirën e vendit, edhe për Republikën dhe shëndetshmërinë e demokracisë së Republikës Kosovës. Sikur kthimi i zonjës Osmani në Lidhjen Demokratike të Kosovës do të nënkuptonte vizion politik, do të nënkuptonte qartësi për të ardhmen e shtetit, do të nënkuptonte pranime të përgjithësive për dëmët që i kanë bërë shtetit për 20 vjeçare gjatë kohës se kanë qenë këta në pushtet. Do të nënkuptonin reformim thelbësor të retorikës politike, reformim të mendësisë politike dhe reformim të leadershipit politik. Po këta asnjëri nga këto nuk i kanë bërë. Dhe unë besoj shumë që qytetarët e Republikës Kosovës e kanë vizionin dhe inteligjencën e mjaftueshme për ta kuptuar se kush është keq e kush është mirë për këtë vend. Dhe qytetarët e Republikës Kosovës, të cilët ja kishin dhënë besimin mbi 51% kryeministit Kurti në zgjedhjet e shkurtë të vitit 2021, u kthyen dhe ju thanë opozitës në shkurt të vitit 2025, ne po ju besojmë pak më shumë se që kemi besuar më parë, që ta shohim se a jeni pjekur dhe a keni reflektuar për politikë. Dhe krejt ajo, me që rast ne e pam se në zgjedhjet e shkurtë të vitit 2025, kryeministi Kurti nuk e mori më 51%, për dallim nga shkurti i vitit 2021. Dhe çfarë bën opozita
Përkatësisht lidhja demokratike e Kosovës nga shkurti 2025-ës deri në 28 dhjetor të 2025-ës bën çmos për ta sabotuar Republikën e Kosovës. Bën çmos